Rezervimi i hamamit. Mënyrat dhe sjelljet e ashpra e të vrazhda të kalifëve umovit dhe më pas atyre abasit kishin ndikuar shumë në shtresat e ndryshme të popullit. Gradualisht, njerëzit filluan të harronin atë rrugën e duhur për jetën që Islami kishte caktuar për ta. Sjellja dhe mirësia e profetit të madhërisëm, e Ali Murtezait, si dhe e të mirëve të tjerë kishin filluar të fshiheshin nga kujtesa. Njerëzit kishin filluar të familiarizoheshin me ato mënyrat dhe sjelljet e kota të kalifëve, pa ndier asnjë lloj ndjenje antipatie dhe ndotje prej tyre. Një ditë, Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, deshte të shkonte në hamam. Pronari i dusheve, siç ishte bërë zakon për të respektuar njerëzit e mëdhej dhe personalitetet, tha: "Më lejoni që të rezervoj dushin posaçërisht për ju." "Nuk është nevoja," i tha imami. "Përse?" e pyeti ai i habitur. Besimtari është më i rëndësishëm se këto fjalë.